Personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre janë përballur me vonesa në përfitimin e ndihmës ekonomike dhe pensioneve të invaliditetit, fonde të cilat prisnin të kalonin në llogaritë e tyre bankare. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 24 orë nga fati i zakonshëm i shpërndarjes, pagesat nuk kanë mbritur ende, duke krijuar shqetësim tek përfituesit. Ata shprehen se këto pagesa janë vetëm burim të ardhurash që kanë. Me rreth 100.000 lekë të vjetra në muaj, ata përpiqen të mbulojnë nevojat më bazike të jetesës, si blerja e ilaçeve, pagesa e shërbimeve apo ushqime të domosdoshme. Për shumë prej tyre, çdo vonesë sado e vogël përkthehet në vështirësi reale për mbijetesën e përditshme. Invalidët dhe familjarët e tyre theksojnë se prej vitesh, ndihma ekonomike ka bësuar rritje minimale, e cila nuk përputhet me rritjen e çmimeve dhe kostot e jetesës. Megjithatë, shqetësimi kryesor në këto momente lidhet drejt për drejt me vonesat e shpeshta në shpërndarjen e fondeve, situatë që sipas tyre po përsëritet vazhdimisht. Po kujtun, që kanë edhe akoma thot kë, në ngrive të ploti këtu të keqen e na. Ta të bëjnë. Morët shpërblim për vitin e tij? Unë e mora. Po këto janë lekë të raportit të janarit. Po i morët shpërblimet i morët? Vesh, shpërblimet e mora. S'na japin akoma lekët, dje kishim datën për të marrë, nuk na i dha, ne me fëmijët sëmurë, vlla, duan të hanë, presin të sëmurët. Kur duhet i merrni? Në 27, sot është 28 data, do kishim filluar që në mëngjes, rregullisht. Gjithmonë këto pasoja na krijojnë. Nuk e di pse, duhet të merrni një masë që të na bën edhe ne në një nivel, në një ditë të caktuar. Jo të rrim kështu gjithmonë në shi, në erë, në ciklon, e do rrim të presim lekët. Tani s'është logjike kjo më duket mua. Disa herë keni ardhur, nuk kanë folur, se tani njeriu frenohet një çik. Po tani sa teprojnë këta kështu? Sa merrni? Në pension. 900.000 lekë. Në del? Po ku del, more? Unë kam gruan invalide, ndihmë ekonomike në bashkia. Edhe i marrë të kjo bankë këtu. Edhe kemi vitra që presim këtu. Nuk i kem marrë një ditë saktuar, e kem marrë 27, data 28, e kem marrë 30. Kështu na japin Allah, nuk e dim. Nuk ka hedhim fajin bankës neve. Mos e ka fajin ndoshta e bashkia, ku e dim ne zez. Se këta s'kan punose janë këta shket, çfarë do themi këtyre ne. Këta thonë do vinë thonë. Nuk i kem marrë një ditë saktuar valla. Unë kam grua me tropoz, nuk e le dot vetë, me ka lënë me komshi sot. Atje. Nuk e le dot vetë. E lash vetë iku oratis vajti, nas vajti. Po se dënë mbrapa, unë punuar s'punoj dot. Sa merrni, sa pension? Ajo merr 130.000 lekë. E çfarë bëni me ato? Qa beja fort ti je familjar, ti je vetë familjar, qa do beq? 100.000 lekë i do ilaçe gruaje. Ngele 30.000 lekë. Ushqjo me 30.000 lekë. Është rritur ndonjëherë, është rritur? Nuk e di se kemi marrë, sot shikojmë. Është rritur në këto muaj, këto vite. Nuk e di për këtë vit e di 60% më thonë do marr 60.000 lekë. Ashtu 6.000 lekë. Po çfarë do bësh me ato 6.000? Po çfarë do bëjmë asin gjerë të keqe vaj. Çfarë do bëjmë? Çfarë do bëjmë? Ti vetë familjar, çfarë do bëjmë? Edhe këto që na takojnë i marrim, na takojnë që të i marrim. E s'po na japin në kohë saktuar nuk na jep njeri. Ditë saktuar nuk na jep njeri o për dhevët. E se thonë kështu këta, ase këta nuk ma një vesh. Jam budollej. Unë maj për muaj, më falë. Unë s'pata lek, unë gruas ilaçe nuk i marrë dot. Me qatë ti marrë, të këtë po ta themi shpyrt. Sipas drejtuesve të bankës së nivelit të dytë, e cila është përgjegjëse për shpërndarjen e pagesave për invalidët dhe shtresat në nevojë, problemi nuk qëndron tek sistemi bankar. Ata bëjnë me dije se Bashkia e Vlorës nuk i ka kaluar ende fondet përkatëse në llogaritë bankare. Sipas tyre, në momentin që fondet kalojnë nga bashkia, brenda 10 minutash, ato reflektojnë automatikisht në llogaritë e përfituesve. Megjithatë, kjo nuk është era e parë që pagesat vonohen. Personat me aftësi të kufizuara dhe familjarët e tyre kërkojnë më shumë korrektësi nga Bashkia e Vlorës, si dhe një datë të saktë dhe të qëndrueshme për kalimin e pagesave. Ata theksojnë se paqartësia dhe mungesa e informacionit i lën ankth dhe vështirësi të mëdha, duke qenë se bëhet fjalë për të ardhura jetike. Përfituesit shpresojnë që institucionet përgjegjëse të marrin masa për të shmangur përsëritjen e këtyre vonesave dhe për të garantuar shpërndarjen në kohë të ndihmës ekonomike dhe pensioneve të invaliditetit.